Apolon, je një nga aktivistët që ke spikatur gjatë këtyre 25 dite protest. Edhe ashtu si ty, kanë qenë edhe shumë figurat të tjera të rinj të cilët kanë marrë mikrofonin në dorë dhe kanë ngritur turmat në këmbë, kanë krijuar entuziazëm, kanë krijuar ovacion. Për ty personalisht, çfarë është kjo protest? Beti, shiko, e para njëherë për të punë e presidentit, se harrojt na thoshte si kishte dalë me atë lojën me Guriçka në Kirgistan. Se vetëm për atë mund na fliste, se për gjë tjetër nuk pret se është kukull. Nga ana tjetër, ai shesh aty, në mënyrën si e shoh unë, ka shumë halle. Ka shumë histori njerëzore dhe ka shumë njerëz të cilët duan të shprehin pakënaqësinë e tyre dhe duan të tregojnë dhe ëndrat e tyre për të ardhmen. Mesazhi ishte i qartë të shtunën ku mbi 200.000 pjesëmarrës ishin në shesh dhe ishte një mesazh që kjo klasë politike duhet ta lexojë dhe duhet kuptoj që i ka ardhur fundi. Në atë shesh kam takuar me qindra njerëz gjatë këtyre ditëve. Dhe secili nga ata, siç e thash më sipër, ka nga një histori nga pas. Takova bujarin, i cili ka bler shtëpinë në vitin 2008 në Tiranë dhe ende nuk e ka marrë hipotekën. Ndërkohë që po bujari ka djalin në Shqipëri dhe vajzën e emigrim, sepse nuk arrin që të çajnë në këtë sistem të kalbur që është në Shqipëri. Takova ardhitin me Enisën, që janë një çiftëri, të cilët nuk arrin dot që jo vetëm të nisin të krijojnë familjen, pra të bëhen me fëmijë, të marrin guximin të bëhen me fëmijë, por as edhe që të mendojnë që të blejnë një shtëpi me çmimet e shtëpive që kanë mbajtur në Tiranë. Takova nipin e Shpresës, i cili në ditët e para të protestës, dhe e kam recetën këtu me vete në telefon, mund t'ja kaloj dhe regjis, i cili në ditët e para të protestës kishte çuar të jemën, gjyshe në spital, në Fier, dhe e kishin përcjell nga spitali me letër fletore si recetë. As recetë as kishte, jo më medikamente për t'u mjekuar në spital, të cilat i kishte bler vetë. Pra, pas çdo njeriu që është në atë protest, ka një histori njerëzore dhe ka një motiv sepse proteston. Dhe këtu e gjen karburantin më të madh ajo protest dhe prandaj është kaq madhështore dhe prandaj kjo protest do përfundoj me shëmbjen e këtij sistemi që për 35 vite ka vrarë garën dhe i ka shërbyer vetëm një grupi njerëzish dhe nuk ka qenë kurrë në funksion të gjithë